Mund ta dëgjojmë kolegun Bido. Zoti Bido, fjala për ju. Të një mazokizmi politik ku Berisha në burg dëgjohet e egzaltohet Partia Demokratike, shohim absurditetet të mëdha. Shohim që dalin pro protestës ata të cilët kanë dhënë apartamente me familjarëve të tyre të entit banesave dhe dalin ta pro banesve. Flasin ata të cilët kanë përqindje në zonë të mbrojtur në Arameras dhe na dalin dhe atje nuk protestojnë në zonë të mbrojtur, shkojnë dhe protestojnë në një zonë tjetër të mbrojtur se s'ka aksione. Flasin për arsimin ata të cilët kanë zaptuar oborin e shkollës Koto Hoxhi në Gjirokastër dhe na flasin ata për arsimin. Flasin sot për të drejtat e këtyre protestuesve, njerëz të cilët janë qartazi në shkelje të neni 13 të kodit të sjelljes që përcakton se konflikti i interesit është ai subjekti i interesit privat që mund të ndikojë në kryerjen e detyrave publike të një deputeti. Ta zotrin këtu, të cilët zguxojnë që të flasin për çështjet e mëdha të kombit, këta zotrin të cilët zguxojnë që të flasin për konfliktin e tyre të interesit, na flasin ne sot në parlament duke bërë dhe zhurmuesi. Zoti kryetar. Mbani qetësi, ju lutem. Ju lutem. Zoti Bido. Jo s'mbaroj koha, se vazhdoj dot. Se mbaroj të vazhdoj kryetar. Ju lutem uluni të vjojmë seancën. Zoti Bido nuk mund ta mbajë dot fjalën e vet procedurë në këto kushte dhe ka të drejtë. Ju lutem uluni. Kjo është mungesë, kjo është shkelje kodit sjelljes nga ju. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, si që ju respektoam ne të gjithve ju kur folët. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, sepse kështu keni bërë politikën 35 vjeçare, e kanë të drejta ata protestues që ju sulmojnë juve. Jo nuk po vazhdoj. Si shlet i flas dhe unë, si jam duke folë. Ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Jo, zoti Balli, nuk po e prish shumë, përkundrazi. Kam një listë shumë të gjatë me fjalë procedurë, po ja u jap gjithëve fjalën një për një, megjithëse askush nuk po flet për